A jeni ndalë ndonjëherë dhe me shiku kur lind dielli? Sikur një ditë të mos lind ky diell. Ose a keni menduar ndonjëherë sikur një ditë nuk do zgjohesh më, nuk do të jesh më në këtë tokë. Pra, vjen melekul mauti, pa merr shpirtin edhe përshëndetesh prej kësaj bote. Pra, prandaj Allahu shpesh herë thot në Kur'an, thot, a mendojnë që ata janë krijuesit? Pra ata a mendojnë që ata janë krijuesit apo unë jam krijuesi i tyre? Pra, po ata thot nuk kanë mundësi me kriju asgjë. Asnjë krah të mushkunjës. Janë mbledh shkencëtarët më të mëdhenj amerikan, rus, popujve të zhvilluar, janë mbledh për me kriju një krah mushkunje. Imagjinoni krahi mushkunjës, tash biologjin kush e studion, sa hujet e sa fyrlat i ka, i vogël duket krahi i saj, apo është super strukturë ndërtuar në mënyrë spektakolare. Dhe kjo është nimet e Allahut në krijimtarinë e insekteve dhe gjallisave që ne disa i njohim dhe disa si njohim. Dhe nëse shiko që të krah të mushkunjës, me analizu dhe me mendue, Allah. Me mendue sepse Zoti tha në Kur'an e fela te akilun, a nuk po mendoni? Pastaj tha e fela tubsirun, a nuk po shikoni? Pra do të me pas sy për me pa, po dhe mendjen me fut në përdorim, që shpesh herë popujt e zgjut thon use your head, përdore mendjen, përdore trurin. Kjo është nimeti i Allahut edhe mendja. Nimeti i Allahut është edhe gjuha. Nimeti i Allahut është të shikuarit. Gjitha këto komponente, sine qua non, pa cilat nuk bën, gjitha këto janë nimetet e Zotit. E njeri mos më uqu me argjeru, e mos më uqu me qitë ballin sesh dhe me thonë Zotit faleminderit për të mira që më ke thonë, është me të vërtetë e dhimbshme, është tragjike për atë njeri që ka mundësinë me ardh ky muaj i shenjtë edhe me ik ky muaj. Kështu na ik edhe jeta jonë. Një ditë ikim edhe ne nga kjo jetë. Por sa ke lënë ti vepra të mira dhe sa ke qenë mirënjohës ndaj këtyre nimeteve të Zotit, ndaj këtyre begative të Zotit. Sa ke qenë falënderues, sa herë ke thënë elhamdulillah. Apo dhimbet gjuha me thonë elhamdulillah, sa njeriu e përdor gjuhën e tij për fjalë boshe, fjalë koti, më mirë të falenderoj Zotin. Sepse është një ajet kuranor që Allah shumë bukur na e tregon, thot inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na kena me të forcu ty me një fjalë të fortë, fjalë me peshë, fjalë me bazë. Nuk ka fjalë më të mrekullueshme se fjala e Allahut që është Kurani famlar. Unë çdo ditë që lind dielli kam Kuranin para durëve të mia dhe lexoj. Dhe pyeten, o i dashur i Zotit, pse po lodhesh kaq shumë? Saqë thuaj në muajin e Ramazanit pejgamberi e shtonte shumë namazet, i shtonte shumë sadakat, i shtonte shumë punë të mira, sepse dhe Allahu e ftonte dhe e urdhënonte pejgamberin por edhe gjithë umetin musliman me bë vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Ata që bojnë vepra të mira në krijesat më të dashura të Zotit. Dhe ky pejgamber, pra siç e tham, kur et veten ja Resulullah, pse lodhesh kaq shumë? Tha, a nuk duhet jem unë, tha, prej abden shekura, pej robëve krijesave falëndëruese ndaj Allahut. Subhanallah. Imagjinoni, pejgamber i garantuar xheneti, Allah ja ka garantuar për gjallë xhenetin këtij pejgamberit Zotit, dhe ky pejgamber prap sponolet duke bën ibadet. Po ne si krijesa të thjeshta, si domethën abden, pra si rob krijesat e Allahut, krijesat e Zotit të thjeshta, a thu vallë jemi të kompletu? A thu vallë kemi arrit kulminacionin edhe jemi të perfeksionuar, që mbajmë kokën lart edhe mendojmë që kemi arritur gjithçka? Jo, kurse se. Me të vërtetë, në surën Yasin është një ajet që
ka një peshë shumë të madhe si ajet kuranor, që Allahu thot Kur'an, pra në këtë pjesës, këtë matricë të surës Yasin, thot e walam yara al-insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Ta shikoj, thot, njeriu pe çkajt është kriju. Me e pa, thot, është kriju pe një pike. Do më thonë, shikoni këtë pikë, do më thonë, dhe ai ishte, thot, kundërshtar i rrept ndaj vetvetes dhe askujt tjetër. Pra, me e pa njëri pe çkajt është kriju. Subhanallah, nuk guxon kurse si me pas kibër ose me ndjemallsi. Siç tha dhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, sepse mendjemallësia është edhe të refuzosh nimetin e Zotit. Kjo është mendjemallësi. Të bësh kufru ni'me, do të thonë ti bish shkelem të mirave të Allahit. E për të mirave të Allahit është edhe namazi sabahit. Shumë njerëz e braktisin këtë namaz. Fatkeqësisht ka prej tyre që nuk e falin këtë namaz. Që është fillimi i ditës. Nëse dita jote nuk fillon me falënderim ndaj Zotit, ti shkon te zdrukthori, shko te marangozi, ku dush shko, çfarë do profesioni që ki. Tash shumica për ju që jeni këtu, gjithë të cilë e keni kanë një profesion, domethënë. Dikush punon me kerret, dikush punon tregtar, dikush punon me libra, dikush punon në zyre, dikush punon me laps, me letër, dikush këto janë profesione zanate, arte të ndryshme. Por nëse këto nuk i filloni me madhrim ndaj Allahut, pra me namaz sabahit, të kthilleni dhe ta shikoni pra këtë krijimtari që Allahu e ka krijuar në precizitetin më të lartë. Me shikuar pra universin se si është i krijuar. Me shikuar natën dhe ditën, se si ato ndërtohen. Me shikuar pra njeriu në konstruksionin e tij. Imagjinoni qeliza çfarë perfeksionizmi ka, qeliza në trupin e njeriu, pra trupi i njeriu është i përbën për këtyre qelizave, aparati kolçit, domethënë gjitha këto që janë pjesë e ndërtimit të qelizës. Nëse i shikoni, gjitha këto janë një mjeshtri, gjitha këto kanë perfeksionizëm. Khalaqal insan, kush pra e krijoi njeriu? Allahu te barekota. Thot unë e krijova njeriu. Po ky njeri, wama bikum bi ni'matin min Allah. Pra a nuk i shikoni pra këto nimetet të Allahut? Gjitha këto begati që Allahu na ka dhënë. Shikoni natën, shikoni ditën, shikoni pemt, shikoni frytet, agrumet të ndryshme, shikoni çdo gjë në shërbimin e njerëzit. Gjithçka në shërbimin e njerëzit, Allahu te baraka ve taala ka lënë shërbim tonin shiun, e ka lënë shërbim tonin borën. Po na sa jem të shërbim, Habiba, më dashtën. Sa jem na të shërbim këtij planeti. I shohim rinin tonë në gjumë, të flajnë. Një kom, nëse dënë me hecë për para një kom, do të mi apo rinin që ati komi. Nëse do një me pa që atë kom të përparu, qyra një rinin sa është arsimume, sa krynë zanate, sa përparën që e rinin. Nëse pe që ati kombi migrojnë që e rinin, do më thonë, bojnë hijret, shpërngullen, e lanë vatanin e vetë, nuk i kemë punë të mirë. Popujt e mdhej investojnë, sepse kapitali, nimeti më i madh, a dini cili është njeriu. Nimeti më i madh i Allahut është njeriu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ky ajet mjaft i njohur në mesin ton. Kur e krijoi pra Allahu, do të thotë njeriu e la ambasador në këtë tokë dhe ky njeri pra që është krijesa e Allahut duhet me pas shumë kujdes dhe mos me i përdhos dhe mos me i nëpërkëmb nimetet e Allahut te baraka ve taala. Dhe rastin më të mirë kemi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Shembullin më të mirë kemi dërgumin e Zotit. Në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, inkurajohej rinia me të madhe, inkurajohej për mësimin e diturisë. Dhe
thoshte i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që bëhet shkak më mësu dikuj një diçka, do të shpërblehet shumë fish. Kënd kishte pranë vetes i dërguami i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kishte Hasan ibn Thabitin, krah djathtë, që ishte shkrimtar, ishte publicist, ishte poet, ishte njeri i diturisë, i cili gjitha rrugët e Mekës dhe Medinës i ktheu në universitet. Shokët e dërguarit Muhammed alayhi salatu wasalam, Aliu, Uthmani, Ebu Bekri, të gjithë qytetin e kthyen në vend të bim të diturisë. Flitej për shkencë, flitej për astronomi, flitej për fizik, flitej për letërsi, flitej për besim, moral, drejtësi. Citoheshin ajetet e Kuranit, mëshiroheshin, studioheshin ato. Ebu Bekri 9 vite najti studim për një ajet kuranor. Ishte i ri, ishte në vigjidje në kulmin e rinisë së tij. Aliu radiallahu anhu ishte i ri, Uthmani ishte i ri, me rininë e tij, gjithë rininë e tij e dha për ngritjen e fjalës së Zotit. E dha për edukimin e brezave dhe gjeneratave. Jo vetëm atyre brezave që ishin pra në të kaluarën, por këto fryte të aty në gjeneratave të arta, ne po i korrim edhe sot. Edhe sot, po edhe nesër do ja shohim hërin. Sepse fal tyre u themelun medreset, kolegjet, shkollat, universitetet. Fal tyre unë vetë personalisht shkova në medrese dhe mora një edukat brillante të shkëlqyshme dhe kuptova madhështinë e Krijuesit, i cili na mëson në Kur'anin famlar duke na thënë: lexoni, studioni, analizoni, meditoni. Si mendojmë na ti çojmë fëmijët përpara? Si mendojmë na ti bëjmë fëmijët si Umeri e Abu Bekri? Mirë më zotni, po Umeri e Abu Bekri, Uthmani kanë dhënë mira, miliarda euro, kanë dhënë, si me thonë Napoleona të asaj kohe, kanë dhënë për me ndërtu biblioteka, shkolla, vend edukimi, xhamit në kohën e Abu Bekrit, në kohën e Umerit, xhamit janë konë edhe biblioteka, pra njerëzit janë ulë dhe kanë mësuar aty. Dhe pra kur janë ulë kanë mësuar fjalën Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Alladhi khaliqu kulli shay, ai është krijuesi i çdo gjëje. Prandaj ata fëmijë u rritën në ndikimin e librarive, bibliotekave dhe përveç librarive dhe bibliotekave u rritën me dietar, u rritën me njerëz të urtë, u rritën me njerëz sjellshëm. Dhe sigurisht pra, kjo është thirrja madhore. E çfarë qëllimi ka agjerimi? Agjerimi ka qëllim me eduku njeriu. Agjerimi ka qëllim me socializu njeriu dhe me kthy te ajo që u kthymë edhe në fillim retrospektiv, takua. Takua do të thotë devotshmëria, devocioni, përkushtimi, sikur ata punëtorët e një kompanie ose një fabrike që është i përkushtuar me dal materiali sa më i mirë për me bën eksport-importin e asaj materie, asaj lëndë. E tash për më konë që e lëndë që duhet eksportuar ose importuar, duhet me konë kvalitet. Pra ata në mesin e asaj shoqërie nxjerrën njerëz kualitativ. Pra ata ishin njerëz kualitativ. Pse? Sepse ata besonin Zotin, mas pari ju kanë tut pra Zotit, e kanë dashur Zotin, sepse Zoti ka mësuar me dashur dhëun e tyre. Sepse dashuria ndaj Krijuesit. Kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. E jani ta doni Krijuesin e juaj. Krijuesi do t'ju dojë juve. Një ndër emrat e Allahut xhaleshanu në Kur'anin famlar është El-Wadud. El-Wadud do thotë i dashtuni. Allahu ka dashni të madhe për ne. Ai na don ne. Dhe kjo dashni e madhe që Allahu na ofron ne për çdo ditë si lind dielli. Sa herë i hapim e mbyllim syt në mbrëmje. Kur i mbyllim syt në mbrëmje, a mendojmë ndonjëherë kur bim me fjet, si mbyllim syt me fjet, a mendojmë se një ditë nuk do zgjohemi fare? Nuk do të jemi mong në këtë botë që quhet dunja.
Pra, nuk do t'jemi ma në këtë mes, prandaj të mendojmë pak, ta shqeqe madhe është, dhe aty thot kini mirësi të mëdha, vende që ka lumej nga qumshti dhe mjafti, në xhenetet e bukura, dhe ta din krijesat e Allahut se atje i pret një mirësi e jashtëzakonshme, sa që mendja nuk mundet me paramenu, as mendja më, ta quajmë mendja një arkitekti ose mendja një piktori, nuk mund ta përshkruaj sa bukur është xheneti. Xheneti që njëri e gjeti dhe e gjeti jetën atje, që është jeta që nuk ka vujtje, nuk ka smundje, nuk ka, do thot, sakrifica. Pra është shpërblim për njeriu. Pse shpërblim? Sepse në këtë botë, gjatë jetës së tij në këtë botë, ky njeri pra i duroi gjitha tundimet, i duroi gjitha stuhit, i duroi gjitha sprovat, e duroi skamjen, varfrin, zjarrin, tërmetin, i duroi gjitha për hatët Zotit dhe nuk ra në klapin ose në hutin, në gafletin e tij që me dal pe dini pe imani, runa Zot, pe besimit në Zotin. Pra e mojti besimit te Zoti, e mojti edhe kur ishte në luftë, edhe kur ishte në skamje, edhe në uri. Tash për shembull na që ja xhirojmë Ramazanin, ne mojmë Ramazanin për me ditë se ka edhe në Afrikë ose në fshatra të thella që s'kan bukën e gojës njerëz, vujnë për ujë, s'kan bukë, s'kan ushqim, s'kan gjërat bazike për jetesë. Kurse ne elhamdulillah një shumicë e madhe, nuk po them krejt, se ka edhe 20% që vujnë, po them te 70% që kanë një jetë luksoze, kanë të mira shumë të materiale, posedojnë pasuri, posedojnë shtëpi, sepse sot të kesh shtëpi, të kesh vetur, të kesh familja është pasuri e kësaj bote. Po dikush nuk ka shtëpi, nuk ka vetur, nuk e di ku e zanata e dita, sepse është ngritës, është lagështi e madhe. Ka që vdesin nga uria. Sot botë ka ma shumë që vdesin nga uria se nga viruset. A e dini këto? Është sondazh. Ma shumë vdesin nga uria se s'kan ushqim. Në vendet ndryshme, për shembull nëse shkon në Etiopi ose në Afrikë ose në kontinente të tjera, se na e shohim këtë kontinentin tonë, mirë po Zot, ose e shohim që një fshat që ose një katon që i ka punë të mirë, po shkon në 2 katone më andaj, është mjerim. Për shembull vijnë qindra mesazhe, vetë mu personalisht kanë orë mesazhe private, që më po me i lexu, thuaj ka jetojmë shekullin 21 apo jemi të jetu çfarë shekulli jemi të jetu, njerëz që s'kan bukë shpesh, s'kan ushqim, s'kan gjëra të bazë. Edhe unë shpesh herë skuqem edhe vjen zër për shkak se kam dëshirë më u përgjigj të gjithëve, por ndoshta s'mundem të gjithëve që përgjigjem. Edhe kjo është e rëndë për ne. Është e rëndë për ne, pse se edhe ne jena në sprov. Zoti thot në Kur'an: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kena me sprovu thot me pasuri, me varfri, me smundje, me zjarr, me gjitha, ka mu sprovu njëri, ka mu provu se sa do t'ja dal. Dhe po që se arrin t'ja dal këtyre sfidave, ai do të bëhet njeriu më i suksesshëm. Namazin nuk e fal. Pra nuk është në rregull dhe nuk është e arsyeshme që ti jesh pe agjëruesve dhe ta lësh namazin. Po ka edhe shumë njerëz që pyesin dhe thotë unë agjëroj po nuk falem, më pranohet agjërimi. Normal ty të pranohet agjërimi, po ti je duke lënë edhe një ndër shtyllat e Islamit që është namazi, që është pe shtyllave bazike të Islamit, edhe pa të cilën nuk është mirë me vazhdu, do të thotë, sepse është obligim inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim pra për besimtarin në kohën e caktuar. E pe kohëve të caktume dhe kohëve të specifikume në Kur'an dhe që Allah i ka përmendur është edhe namazi sabat. E pikërisht namazi sabat ka vlerë shumë të madhe, sidomos në muajin e shenjtë Ramazanit, për shkak se ka shumë njerëz që hanë syfyr dhe nuk pret deri ta falë dhe sabon. Po hanë syfyr dhe flan gjumë dikur kur të lind dielli e fal namazin e sabatit. Kjo nuk është në rregull. Prandaj shumica gabimeve që bëjnë agjëruesit është kjo. Domethënë që
I lanë farzët Allahu, thot unë po fali qiyamul lejl, po fali namaz nate. Mirë, ti fali namazin e natës, po nuk është në rregull ti me fal namaz nate, me najt pa gjumë gjatë, edhe me tik namazi sabahut, që namazi sabahut kuptohet është për namazeve më të vlefshme dhe është namaz farz pra. Pastaj tjetra është, po ta dinin pra vlerën çfarë të mira shkon namazi i yacis dhe sabahut, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të vinin po që nevoja edhe duke u zvarritur, duke shku zvarr. Edhe pra shikoni çfarë rëndësi ka dhënë pejgamberi i dashur Muhammed alayhis salatu wassalam namazit. Sidomos namazi i sabahut dhe yacis, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, hipokritët ose munafikët gjën që mës vështirë që ju vjen është me fal sabahin edhe yacin, ju duket e vështirë të falen. I dhon pra më shumë, prandaj kur thirret namazi sabahut, es-salatu khairum minan naum, do të thonë namazi është më i mirë se gjumi, sepse ti për hir të Allahut po ngritesh, po ngritesh nga shtrati jot dhe po e ndon kohën për me madhru, me lavdru Allahun te bareke ve taala. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thoshte se Muhamedi alayhis salatu wassalam na mëson të udhëzimin e tij dhe për udhëzimin e tij është falja e namazit në atë xhami ku thirret ezani. Imam Ibrahim Nehajiu e përshkruan ditën e Ramazanit dhe thot: agjerimi një ditë në Ramazan është më i mirë se i 1000 ditëve. Lartësimi i Allahut në atë ditë është më i mirë se lartësimi në 1000 ditë të tjera dhe një rekat i asaj dite është më i mirë se 1000 rekate të tjera. Prandaj, o ti agjerues dhe falës i namazit sabahut, ti e fitove shpërblimin padyshim me lejen e Allahut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nefs, çdo njeri do ta shijojë vdekjen, thumma ilayhi turja'un. E tek Allahu është kthimi juaj. O ju njerëz, ja ejuhal nas, kthehuni krijuesit juaj, mbushni xhamit dhe shtëpitë e Allahut dhe lutuni aty, dhe prehuni aty me lutje, me sadaka, me vepra të mira, me gjëra që Allahu është i kënaqur me to. Dhe kine pra si synim të jetës tuaj, si qëllim të jetës tuaj, ta keni pra kënaqësinë e krijuesit. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuk. Kush i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjaftoj atij. Pra, a nuk të mjafton krijuesi yt o krijesë, që të krijoj, që të udhëzoj, që të dha mendjen, që të dha shikimin, që të dha dëgjimin, që t'i dha gjitha këto nimete dhe këto mirësi, gjitha këto në shërbimin tuaj, o ju njerëz. O njeri, muaji i bekuar i Ramazanit të erdhi dhe ti nuk agjeron. O njeri, jeta jote u gëzu me plot shëndet, me fuqi dhe forcë në trupin tënd, por nuk mora avdes dhe nuk u fale. O njeri, pse nuk i falesh atij që të ka fal, atij që të ka kriju? Khalaqal insan, tha Allahu i madhnishëm, unë e krijova njeriun, allamahul bayan, ja mundsova që të dalloj të mirën nga e keqja. O njeri, pse nuk i thret mendjes tënde dhe të kthehesh te krijuesi yt bujar? Të kthehesh tek leximi i Kuranit, që është kelamullah, që është fjala e Allahut. Të kthehesh tek jeta e të dërguarit Muhammed alayhis salatu wassalam, që ne duhet ta marrim si shembull jetën e të dërguarit tonë nëse duam të jemi të suksesshëm dhe të arrijmë suksese të mëdha me dinjitet në jetën tonë të përditshme. O njeri, ç'të bëri ty të mohosh krijuesin tënd? Ç'të bëri ty të harrosh atë që të ka krijuar në formën më të bukur?
laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dhe ne e ngritëm njeriu në pjedestalin më të lartë, po ai njeri e uli veten në shkallën më të ulët, për shkak se harroi se nga erdhi, kush e sollën këtë botë, ku do shkoj, cili është destinacioni i tij. Prandaj Zoti i tha këtij njeriu: "Ejna tadhhabun?" Ka jeni duke shkuar o ju njerëz? Pra i tha këtij njeriu: "Ku po shkon o njeri?" Shumë njerëz e braktisin këtë namaz. Fatkeqësisht ka prej tyre që nuk e falin këtë namaz, që është fillimi i ditës. Nëse dita jote nuk fillon me falënderim ndaj Zotit, ti shkon te zdrukthori, shko te marangozi, ku du shko, çfarë do profesioni që ki. Tash shumica për jush që jeni këtu, gjithë të cilë e keni kanë një profesion, domethënë. Dikush punon me kjerret, dikush punon tregtar, dikush punon me libra, dikush punon në zyre, dikush punon me laps, me letër, dikush këto janë profesione zanate, arte të ndryshme. Por nëse këto nuk i filloni me madhrim ndaj Allahut, pra me namaz sabajt, të kthilleni dhe ta shikoni pra këtë krijimtari që Allahu e ka krijuar në precizitetin më të lartë. Me shikua pra universin se si është i krijuar. Me shikua natën dhe ditën se si ato ndërtohen. Me shikua pra njeriu në konstruksionin e tij. Imagjinoni qeliza çfarë perfeksionizmi ka, qeliza në trupin e njeriu, pra trupi i njeriu është i përballur me këtyre qelizave, aparati kolçit, domethënë gjitha këto që janë pjesë e ndërtimit të qelizës, nëse i shikoni gjitha këto janë një mjeshtri, gjitha këto kanë perfeksionizëm. Khalaqal insan, kush pra e krijoi njeriu? Allahu te barekota. Thot unë e krijova njeriu. Po ky njeri wama bikum bi ni'matin min Allah. Pra a nuk i shikoni pra këto nimetet e Allahut? Gjitha këto begati që Allahu na ka dhënë. Shikoni natën, shikoni ditën, shikoni pemt, shikoni frytet, agrumet të ndryshme, shikoni çdo gjë në shërbimin e njeriu. Gjithçka në shërbimin e njeriu, Allahu te baraka ve taala ka lënë shërbim tonin shiun, e ka lënë shërbim tonin borën. Po na sa jem të shërbim, Habiba, më dashtën. Sa jem na të shërbim këtij planeti. I shohim rinin tonë në gjumë, të flenjë. Një këmbë, nëse dënë me hecë për para një këmbë, du të mi apo rinin që ati kume. Nëse doni me pa që atë këmbë të përparu, qyra një rinin sa është arsimume, sa krynë zanate, sa përparën që e rinin. Nëse pe që ati kumbi migrojnë që e rinin, dhe më thonë, bojnë hijret, shpërngullen, e lanë vatanin e vetë, nuk i kemë punë të mirë. Popujt e mdhej investojnë, sepse kapitali, nimeti më i madh, a dini cili është njeriu. Nimeti më i madh i Allahut është njeriu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ky ajet mjaft i njohur në mesin ton. Kur e krijoi pra Allahu, do të thotë njeriu e la ambasador në këtë tokë dhe ky njeri pra që është krijesa e Allahut duhet me pas shumë kujdes dhe mos me i përdhos dhe mos me i nëpërkëmb nimetet e Allahut te baraka ve taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Thot i madhreshmi Allah, ne do t'u bëjmë të mundshme që të shihni argumentet tona në horizonte. Në mos në horizonte, wa fi anfusikum, dhe në vetet e juja. Sigurisht pra besimtar, kjo është një ajet që na shtin pak me menua, edhe krejt Kurani na shtin me menu për diçka, me analizu diçka. Dhe besimtari i mirë e shtin kokën me menu, edhe e shtin me praktiku diçka, me punu diçka. Ju shumica për ju jeni punëtor, pa marrë parasysh. Jeni punëtor që punoni
punë të rënda, apo punë të lehta, apo jeni intelektual, merreni edhe në administratë apo punë të larta, po marr parasysh ajo punë, konsiderohet punë. Dhe sigurisht pra, siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, besimtari i fortë është më i mirë se besimtari i dobët. Por edhe pe dobtit ka dobija, ka dobi edhe pe dobtit. Dhe sigurisht pra, na ku ishim të bisedu bashkarisht në Verdije, pra në Belgjikë që jena tash për momentin, sigurisht që unë thash qëllimi i ardhjes teme këtu ishte sikur qëllimi që ka caktuar Allah në Kur'an. Që thot Allah në Kur'an, unë nuk i kam kriju gjendë të njerëzit për tjetër veçse me madhëru. Po adhërimi s'do të me konë vetëm adhërim, po do të me konë edhe prodhim. Qysh prodhim? Me mjell një pemë të mirë, dhe ajo pemë e mirë me konë edhe fjallë e mirë, sepse unë kur them pemë, nuk mundet me konë thjesht pemë, po mundet me konë edhe fjallë e mirë që jep një mesazh shumë të fuqishëm, edhe ndonjëri për jush e përçon këtë mesazh diku, e shkon tu përhap ai mesazh, e ndoshta bona unë sebeb që këtu në këtë tokë mi organizu juve, ku i dihet? Ndoshta Zoti ka dashur që unë më ardh. Jo ndoshta, sepse në Islam nuk ka rastësi, asgjë nuk është rastësisht. Rastësi ka vetëm te darwinistat pra, procesi rastësor, Dhe sigurisht pra Allahu ka kriju çdo gjë me një qëllim të caktuar, apo një motiv të caktuar, dhe qëllimi i ardhes tonë këtë botë është me adhuru Allahin xhaleshanuhu. Mirë, po adhurimi ku është? Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, adhurimi është edhe mu martu me pas marrëdhënie me bashkëshortet e juaja të mira. Edhe mu kujdes ndaj fëmijëve, edhe më siguru kafshatën e gojës gruas, fëmijës të shtëpia më çu buken, është adhurim, është pjesë e adhurimit. Edhe me nderu kujshin është adhurim. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ishte të muajt një hyjtë, ditë xhumoja. Edhe fuli, shash shumë fuli për kujshin, që do të me emëru e me respektu, sa që thanë sahabët shokët pranishëm, thanë, me numë si do të me shku testament milion trashëgimi për pasurisë. Imagjinani. Ashtë shumë pra fuli për fuli. Po na, për shembull, ose jo praktikisht. Qeni këtu për shembull në vend këtu që ta konsideroj të huj, edhe pse ndoshta jeni bonus, pa ka shumë keni Iran në nivelin e tyre, sepse të trojnë me ta, do të bëheni, do të binim kulturën e tyre, se s'keni ka shkoni, ama lut Zotin që ta merrni kulturën e mirë tyne, jo kulturën e keqe. Wa innaka la ala khuluqin adhim, o i dërguar i Zotit, ti je në shkollën më të lartë të moralit. Pra tër jeta e njerit është me koni moralshëm, me pas burrnin si thon populli, me koni ndershëm, me koni dinitetshëm, mos me shikue mu bë glabrus. Liderët janë larg pams. Unë shpeshherë e kam shpjeguar çështja e liderizmit është një çështje madhore. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka qenë lider i madh. Ai nuk ka shikuar sot për nesër. Ai ka shikuar sot edhe për shumë vite, për shumë shekuj. Sot në shoqërinë tonë kemi 3 lloj njerëzish. Janë njerëz hiç pams, që nuk shohin fare. Dhe janë njerëz shkurt pams, që shohin shumë shkurt, shumë pak. Dhe janë njerëz larg pams, që shohin shumë larg. Prandaj, çështja e shpirtit është çështje madhore, sepse njeriu nëse nuk e edukon shpirtin edhe mendjen, atëherë ai bëhet një lloj roboti. Bëhet një materie, një copë mishi, asgjë më shumë. Mirë, po ti nuk je i tillë, o njeri, ja ejuhan nas, o ju njerëz, po na drejtohet pra në formë të thirrjes, po na thret krijuesi unë, ja ejuhan nas, ubudu rabbakum, adhuroni Zotin e juaj. Adhurimi i Zotit është lartësim. Adhurimi i Zotit është leadership. Adhurimi i Zotit është lartpamësi. Sepse ti je në connection, pra me në lidhje me Zotin. Dhe ti kur ki lidhje me Zotin, botën e sheh më ndryshe. Botën nuk e sheh vetëm te hunda jote, po botën e sheh, do thot edhe me drithijet dhe me ngjyrat dhe me koloritet që ajo i posedon. Prandaj të tillë ishin Ebu Bekri dhe Umeri radiallahu anhuma. Umeri radiallahu anhu
ka qenë një njeri, një lider i madh që ka mendu kuranikisht. Pra ka pas mendje larg po mëse. Ka qenë një njeri që ka qenë një burr shtetas, ka qenë një khalif, ka qenë një njeri shumë i drejtë, i cili e ki gjetë gjithmonë pranë të varfërve, pranë jetimve, sa që du ta tregoj një histori shumë interesante, kur ka qenë kryeministër i vendit, prins i muslimanëve, tash ta marrim shembull kryeministri i një vendi, një shteti, edhe gruaja e tij, po ashtu, zonja e parë që e quajnë ndryshe, dhe duke kalu rrugës, i ndëgjon disa britma. Edhe si kryeministër zbret me gjithë atë ushtrinë e vet, edhe thot nalu ju se u duhet hi vet personalisht. Troket të dera, 3 herë deli zoti i shtëpisë. Thot, a mund t'ju ndihmoj diçka se ndjeva disa britma ndaje. Thot, nuk e di o prinsi këtij vendi, a do të mund të na ndihmosh, po kam gruan që është shtatzan, është tulind. Thot, po atjetër, thot, prit, shkon e merr gruan e vet. E me ato përshira, me ato gjana, me shku minimu gruas të ati qytetarit vet. Tash, imagjinoni, gruaja e kryeministrit po vjen po kujdeset edhe për detajet e një qytetarie në mesin e qytetarëve, për lindjen e një foshnje. Pastaj, Omeri po kujdeset që t'ja bje ujt, t'ja bje ato gjonat për atë përqark. Pra qash modest janë kanë prinsit e atëhershëm. Modest. Janë kanë pranë qytetarit. Janë kanë pranë njerëzve të tyre. Se pranësia pranë krijesave të Allahut ty të lartëson o Zotni. Pranësia, afërsia afër njerëzve, sa më shumë ti dush njerëzit, ti e ke do veten. Nëse ti i dashur me njerëzit, nëse ti i respektueshëm, nëse ti ndihmon njerëzve, a mendon që ty nuk do të ndihmon dikush? Hal jazau l-ihsani ila l-ihsan, garanci e plot. Zoti ka thënë në surën Rahman. Një dietar islam e ka shkruajt një libër shumë të bukur, Xheneti në shtëpitë tona, xheneti në shtëpitë e juaja. Pra xheneti. Nëse na do me fitu xhenetin atje pra, xhenetin real, duhet me ndërtu xhenetin edhe këtu, me familjet tona, me vlla, me motër, me kushërim, me holl, me kujshi, me njerëz që na rrethojnë, me shok, me dasha mirë, mos sjell mirë. Allah e kon njeri mirë, o kon besimtar, nuk kena ditë kur të keqe prej tina. Kështu është besimtari. Dhe është mision i vështirë, po i arritshëm, se shumë njerëz, vallahi hoxh, jetë të fol utopi, jetë të fol diçka të po arritshme. Jo, arrihet. Arrihet. Por nuk bën mu dorëzuar. Qyshin e mova atina, po ai nuk o njëri. A e bone për Zotin? A nuk të mjafton ty Zoti jot? Nëse ai ka hinë gabime, është rras në gjinohe, është problemi tina, nuk është problemi joti. Hasan el-Basriu, një dietar i madh islam, një kokë e lartë, një dietar, një dashtën i Allahit, ka thonë, momentin që na japmi sadakan, veprën e mirë, si a qet në dorë, krijesës Allahit, e bën me shpirt e me zemër, thot e ke qit në dorë të Allahut, e ke qit në dorë të Zotit, e ke lënë në dorë të Zotit. Qa bëj? Pak rëndësi ka. Ti e ke bën, bujaria jote, zemërgjërsia jote, mendja jote, është larg pamse, ti nuk je shkurt pams. Ti je më i nderuar, ti je krijesa më e nderuar në sipërfaqen e kësaj toke. E të ka përgëzuar Zoti me shumë të mira. Të ka thënë Zoti në Kur'an, ty o njeri, se ty të kam kriju në formën më të bukur. Ty të kam lartësu dhe të kam dhënë mendjen. Pra e krijoj njeriu, ja dha mendjen atij, ja dha të shëquarit, të menduarit, të artikuluarit e gjërave. Shpesh herë kur takohena me palë, me pacient, me njerëz ndryshëm, ju them, imagjinoni një moment sikur mos të shikoni, mos dritat e syve mos t'i keni. Çfarë rëndësie do të kishte kjo botë? A do dihet ti të dallojnë ngjyrat? Çfarë rëndësie do të kishin gjithë ato makina, gjithë ato shtëpia që i ke bënë për këtë tokë?
Gjitha e pasuri që ke dëpunu në bankën tonë, çfarë rëndësi do të kesh kur nuk shikon ti, sytë e tu nuk shohin. Çfarë rëndësi kanë ato pare? Pikë rëndësi s'kanë, hiç. Shumë zëjnë e zero. Andaj pse nuk e falenderën Zotin që ti ka dhënë dritat e syve? Pse si thu Zotit faleminderit shumë? Arabët i thonë shukran, shqiptarët i thonë faleminderit, anglesët i thonë thank you, italianët i thonë grazie. Janë gjitha gjuhët e botjes që i shprehin falënderim krijuesit, pra e falenderojnë krijuesin, pse? Ja u ka dhënë që të mira. Po, bereqet e mirësi me qëndru me tha. Bënu për aty në njerëzve dhe sidikinve që hecin kësaj rrugë të bekuar dhe që ndjekin këtë rrugë fisnike. Pra, Allahu Gjellëshanuhu ju drejtohet njerëzve dhe ju thot, o ju njerëz. Pra të gjithë njerëzve pa përjashtim ju drejtohet krijuesi ynë dhe i thret ata njerëz në adhurim. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Dhe adhuroni Zotin e juaj e mos i bëni Zotit shok or takëri. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë pra nuk është si ai është dëgjuesi, ai është shikuesi. Po dëgjimi dhe shikimi i tij nuk mund të krahasohet me dëgjimin dhe shikimin njerëzor, sepse ai është absolut. Njeriu është relativ. Njeriu është krijesë që ka nevojë vazhdimisht për krijuesin. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. A nuk e ka pa njeriu që e kemi krijuar për një pikë asgjë, pra për një pikë shumë vogël, dhe ai u bë kundërshtar i rrept i vetvetes së vet. Kejfe tekfuruna billah wa kuntum amwat fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Si më hani Zotin e juaj kur ju ishit të vdekur, ishit asgjë. Dhe ai ju ngjalli, pastaj ju bëri të vdisni, pastaj ju ringjall, pastaj ju bëri të vdisni, pastaj kthimin e keni tek Allahu te bareke wa ta'ala amma yushrikun. Instruksion shumë sofistikum, atëherë duhet të lexoni Kur'anin këtë fjalë madhore, që është nuzulan min Rabbir Rahim, zbritje prej Zotit mëshirues. Tashti kjo fjalë që dridh kodrat e malet e, kjo fjalë që depërton kudo miliarda njerëz që e studiojnë këtë fjalë, që është fjalë me peshë dhe fjalë madhore, e bëri të mundshme që na me ndryshu dhe e bëri kriminalit më të madh dhe më e boni besimtar që ai mu pendu dhe me lënë tëna në gjërat e ndyta dhe me vazhdu një kapitull të re në historinë e jetës tij dhe me kuptu që në këtë botë nuk ka ardhur me bën krime, por ka ardhur me bën vepra të mira. Rasti i Kabilit me Habilin është rasti më ideal e më për me kuptue se çka është e vërteta dhe çka është e pavërteta. Dy djemtë e Ademit a.s. Prandaj këto nimete dhe këto begati që Allah i ka lënë rrotull nesh, wa ma bikum bi ni'matin min Allah, pra gjitha këto nimete që Allah i ka lënë për rreth nesh, na prap do të më thonë elhamdulillah. Tash sot kjo smundja shekulli që po ballafaqohet gjithë bota. Imagjinoni oksigjeni çfarë vlerë ka. Sikur një sekond mundon oksigjeni njeriu çfarë do ndodhte. Kupton? Ky është nimet i Allahut, shumë pak njerëz janë të ja ditë vlerën oksigjenit. Dhe pse nuk janë të ja ditë vlerën? Sepse nëse çdo njeri në tokë e mbjell një pemë, nëse bota e ka 7 miliard njerëz, janë 7 miliard pemë. Imagjinoni. Na pse nuk e mbjellim një pemë? Çka na kushton me mbjell një pemë gjithë cilin në bashkët tona ose në borët tona? Pra, krejt ato pemë i shërbejnë universit, i shërbejnë ozonosferës.
që Zoti ka përmend në Kur'an pasha qiellin që kthen. Që qielli që kthen ta shkenca ka zbuluar që është shtresat e ozonit, që fatkeqësisht kanë filluar mu dëmtu si shkak i hidrokarburëve. Pra, që e ka dëmtu ky njeri këtë nimet të Allahut. Prandaj na nëse dona me përmirësu këto gjëra që kemi rrotull nesh, duhet me mbjell forën e mirë. Duhet me mbjell pemën, duhet me mbjell lulën, duhet me bën hizmet dhe shërbim në këtë botë, sepse Allahu ta ka dhënë këtë jetë që me bën vepra të mira. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Sadakatul fitri. Kur afrohet fundi i muajit të Ramazanit, besimtarët dhe besimtaret që janë agjërueshëm përgatiten ta përcjellin atë me bamirësi. Të pasurit hapin kasafortat për të pastruar pasurinë e tyre dhe për të gëzuar zemrat e të varfërve me dhurata të ndryshme, veshmbathje, ushqime dhe të holla. Ramazani tashmë ka kapluar zemrat dhe ka çrënjosur urrëtitjen, si dhe ka bashkuar duart dhe ka shmangur kopratësinë, ata që janë dështrënguar. Agjërimi ka bërë që mbretërit, udhëheqësit, prisit, komandantët të fuqishmit, të pasurit dhe njerëzit e privilegjuar të ndjejnë se dha ata janë pjesë e popullit. U ngjaj të varfërve dhe njerëzit të dobët, sepse sikur t'ua privonte Allahu xhaleshanuhu faktorët e fuqisë që zotrojnë, do ishin edhe ata të dobët, e nevojtarë dhe të uritur. Këto dhe arsye të tjera bëjnë që në prag të Bajramit për të gjithë muslimanët të bëhet e detyruar dhënia sadakatul fitrit ose fitrat. Institucioni i Islamit ky për cilin do të japim pra një sqarim. Dhënia sadakatul fitrit është obligim në vitin e dytë të hijretit. Para Bajramit të Ramazanit për 2 ditë, pejgamberi alayhis salam mbajti një ligjërat 2 ditë para Bajramit, në të cilin u bëri thirrje besimtarëve e besimtareve që të japin pra sadakatul fitrin. Dhënia sadakatul fitrave u obligu me sunet, porosit pejgamberit alayhis salam dhe me ixhma, vendimi për bashkët i dietarëve islam. Në një hadith të transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu për këtë thuhet: pejgamberi alayhis salam ka bërë obligim një zakat të sadakatul fitr, i cili është pastrim për agjëruesin nga fjalët e papëlqyeshme që mund t'i kenë shpëtuar në kohën kur ka qenë agjërueshëm, si dhe ushqim për të varfrit. Ai që jep atë para namazit të Bajramit i konsiderohet zakat sadaka i pranuar, dhe ai që jep pas namazit të tij i konsiderohet sadaka prej sadakave, por nuk quhet pra sadakatul fitr. Kushtet e dhënies së sadakatul fitrit janë: të jetë musliman, të jetë i lirë, të ketë pasuri mbi nevojat e tij si banesën, teshat, jetën e udhëtimit e tjerë. Pra, një njeri që ka një dyqan dhe zotron një sixhade me tepër nga nevojat e tij të domosdoshme, konsiderohet i pasur dhe i detyruar për të dhënë sadakatul fitrin. Kjo detyrë mbështetet në një hadith pejgamberit alayhis salam ku thuhet: nuk ka sadaka përveç se duke qenë i pasur. Ndërsa Imam Shafiu thot se nuk është kusht i domosdoshëm qenia i pasur, sepse sadakatul fitrin duhet ta jap çdo njeri që i ka mundësitë pasurore financiare më të thjeshta, si dhe ka dëshirë ta bëjë një gjë të tillë. Të agoj me gjesi ditës së Bajramit. Para kësaj kohe sadakatul fitrit nuk janë të detyrueshëm, por nëse dikush i jep edhe disa ditë përpara, nuk prish punë. Ai që lind pas kësaj kohe nuk e ka obligim dhënien e sadakatul fitrave, pra ai që lind pas faljes së namazit Bajramit. Ndërsa Imam Shafiu thot se është obligim nga perëndimi i diellit të ditës së fundit të Ramazanit, sepse nga ai çast fillon Bajrami, se netët u paraprin ditëve. Kush duhet të jap sadakatul fitrin? Sadakatul fitrin e jep mbar familja pa parashtim, si të vegjëlit ashtu edhe pleqt, pa marrë parasysh a janë agjërueshëm ose jo. Çfarë jepet sadakatul fitr dhe sa duhet jep? Fitri jepet gjysmë sa drithi ose milli ose një sa prej hurmave ose rrushit të thatë. Dhe një sa është e barabartë me 3640 gram, ndërsa gjysma e saj është 1820 gram. Për këtë çështje po përmendim pra 2 argumente shumë të cilat e shpjegojnë pra këto 2 argumente. Transmetohet nga Abdullah bin Thalebe bin Suqair nga babai i tij se pejgamberi alayhis salam u foli njerëzve para fitrit Bajramit dhe u tha: jepni sadakatul fitrat për çdo të lirë dhe rob, i vogël ose i madh. Gjysmë sa nga elbi ose një sa nga hurmat ose nga rrushi i thatë. Për këtë transmetohet gjithashtu edhe nga Amr bin Shuaibi që e transmeton nga babai i tij dhe ai nga gjyshi i tij se pejgamberi alayhis salam dërgoi një lajmtar në rrethinat e Mekës, i cili thoshte: ju bëjtë e ditur se dhënia sadakatul fitrave është bërë detyrë për çdo musliman mashkull ose femër, i lirë, rob dhe i burgosur, i vogël ose i madh. 2 moda, njësi për matjen e grurit në atë kohë, nga gruri, dhe një sa mos matje prej atyre që janë të ngjashëm me të
nga ushqimet e zakonshme që njeh vendi. Kujt i jepet sadakatul fitri? Sadakatul fitri u jepet gjithë atyre që u jepet zeqati. Këtë na shpjegon më së miri Kurani, në cilin thuhet: Allahu caktoi obligimin që lëmosha, zeqati, sadakatul fitri të takojnë vetëm të varfërve, nevojtarëve, të ngratëve, atyre që s'kan, punojësve që e të bojnë, atyre që u duhen përfitu zemrat të dobëve në besim, duhet dhënë edhe për lirim nga robëria, të mbyturve në borxhe, luftëtarëve në rrugën e Zotit dhe atij që ka mbetur në rrugë. Allahu e di gjendjen e robëve, punon sipas urtësisë së vet. Sadakatul fitri lejohet të jepet një familje ose një njeriu të vetëm, nuk u jepet prindërve ose fëmijëve sepse ata duhen mbajtur nga pasuria personale me ato që ushqesh vet. Që të jepet pjesës tjetër të akrabave është më e pëlqyer sepse njihen se cilët janë nevojtarë në rrethin e të afërmve. Lejohet të jepet sadakatul fitri edhe një njeriu që nuk e njeh ose nuk e ke fare e fes. Mençuria dhe mirësia dhënjes së sadakatul fitrave, agjërimi i muajit Ramazanit është i varur në mes qiellit dhe tokës dhe nuk ngrihet, nuk shkon sevapi i tij te Zoti vetëm se me sadakatul fitr. Kështu pejgamberi alayhis salam e kurzoi pranimin e agjërimit me dhënien e sadakatul fitrave ashtu siç e kurzoi Ramazanin me Bajramin, në mënyrë që ditën e Bajramit të mos ketë njeri me zemër të thyrë dhe të pakënaqur. Për këtë pejgamberi alayhis salam thotë: ju t'i bën ata të pasur që së paku të mos kërkojnë atë ditën e Bajramit. Te pejgamberi alayhis salam shohim në këtë rast se një edukat hyjnore e porosi pejgamberike, një ndihmës njerëzore që nuk ka të shpjeguar. Pejgamberi alayhis salam nuk donte të shihte asnjëri duke shtrirë dorën ditën e Bajramit, sepse kjo është ditë gëzimi edhe për të gjithë. Dhe të gjithë në këtë ditë duhet të dalin të gëzuar e ballhapur. Nuk ka vend shtrirja e dorës dhe përulja gjatë kësaj dite. Nëse vëllezër dhe motra të nderuar do të respektoheshin këto porosi të pejgamberit tonë alayhis salam, disa fëmijë nëpër rrugë qytetet tona nuk do të shtrinin duart e huajve. Për këtë sadakatul fitri jo vetëm që është një detyrë fetare, por në të njëjtën kohë është një obligim patriotik, kombëtar, adhetar për ata që dëshirojnë të shohin trullin e adheut tonë shqiptar të lirë e ballhapur para botës. Ajo është zbut për varfërinë, edhe shton dashurinë edhe nxit investimet në punë dhe në hapjen e vendeve të reja të punës. Në këtë muaj të madhrueshëm e kemi për detyrë të shpjegojmë gjithë vëllezërve, motrave të afërmve rëndësinë e madhe që ka ky institucion i Islamit, sadakatul fitri. Kjo porosi vjen nga qiell dhe nga i madhi Allah te bareke ve taala ma yushrikun. Pra, Allahu është falës, Gafurur Rahim. Pikërisht në këtë muaj, përveç se është muaj pra i leximit të Kuranit, i agjerimit, por pikërisht është falja në pyetje. Të falësh është gjest human, është gjest njerëzor, është gjest burrnor, është gjest liderësh dhe liderësh. Prandaj, ata burra fisnik me cilësi të larta fisnike kanë falë shumë, kanë qenë bujarë shumë, mesin e tyre nuk du të harroj pa përmendur Ebu Bekr Siddik. Ebu Bekri radiallahu anhu, një shembull ideal për të ndjekur. Ebu Bekri ishte prej ashabëve, prej shokëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili e dha gjithë pasurinë e tij në përhapjen e të mirës në tokë. Dhe nga përhapja e asaj të mirë në tokë, e gëzojmë edhe ne sot si gjenerata. Shembull i mirë dhe ideal Ebu Bekri, radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Ebu Bekri tregohet në historinë e Islamit, thuaj se bënte shumë vepra të mira gjatë Ramazanit, po edhe pas Ramazanit. Thuhet se ai natën pas namazit të akşamit shkonte dhe ushqente një plak të moshuar dhe ja bonte ushqimin gatshëm dhe ja lente gati gjithçka, sepse ai ishte e verbër dhe nuk shihte, dhe vazhdimisht ja bonte ushqimin gati asaj plake të vetmuar. Një ditë për ditësh, Omeri radiallahu anhu, edhe ky një burr i madh, besimtar i drejtë, shoku i të dërguarit Muhammed alayhis salam, e përcjell Ebu Bekrin hap pas hapi, ta shoh se ku po shkon Ebu Bekri. Dhe e dikton, e heton se
ky kishte shku për të bënë një vepër humane, një vepër të mirë vetëm për hatër të Allahut, pa e ditur askush. Dhe pasi kalon në botën tjetër Ebu Bekri, radiallahu anhu, Omeri fillon ta kryej misionin, se plaka ishte ende gjallë. Omeri fillon ta kryej misionin e Ebu Bekrit. La ilaha illallah. Dhe edhe ai ja bën gati ushqimin, ja lan, ja shplon ato, do thot teshat që flente, i rrinte gati, ja çonte të pastrume, dhe gjitha i rrinte gati me ato shërbime që nevojitet, edhe ushqimin ja shtronte. Ku një ditë për ditësh plaka foli. Ajo nuk kishte natyrë të fliste, por një ditë flet dhe i thot Omerit radiallahu anhu. Thot, i nderuar, dhe me tani, thot Zotit të shpërbleft, thot, për gjithë këtë shërbim që ma ke bën. Mirë po, thot, dashta me të pyet një diçka thjesht. Një pyetje thjesht. A ka vdeka i zotnia më herët që më bën të shërbim? Dhe habitet Omeri dhe i thot, pse, ku e ditë ti, kush të informoj, ose a e pave si ka ndru jetë? Thot jo. Thot po, në ushqimin që unë e haja, hurmet që mi sillte mi bjente aty, hurmet kanë qenë pa kokra. Kurse ti ke harru mi kilan me kokra. Subhanallah. Pra shash shumë o kujdes Ebu Bekri për atë plakt vetëm me të verbër, sa ja ka çu ushqimin, pra me detaj o kujdes që ushqimi konë më i mirë ushqim, edhe hurmave ja u ka hek kokrat që ajo kur të hanë se e verbër, me hëngër hurmen kadal për marak. Pra këta kanë qenë njerëz që kanë pas qëllim me fitu knatësinë e Zotit. Dhe kanë hecë me ajetin kuranor që Zoti thënë në Kuran, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa. Juve pëlqen jeta kësaj bote, dekoltet ose mirësitë e kësaj bote që janë të shumta normal. Mirë, po ta dini se bota për te është shumë më gjigande se kjo. Kjo është shumë e vogël, ajo është shumë e madhe. Qa që e madhe është sa gjerësia e një ndër xheneteve të Zotit që i ka kriju, është sa gjerësia e dyrëve, domethënë sa qiejt dhe tokë. Tash imagjino me bën qiejt tokë bashkë, veç dyrët e saj. Tek kaloj në qytetet tona shqiptare dhe shoh një rini e cila nuk prekupohet as pak dhe nuk mundohet as pak për përmirësimin e mjedisit dhe ambientit në cilin jeton. Dhe gjithmonë ata mundohen t'ja lënë fajin udhëhecëve ose t'ja lënë fajin organeve kompetente. Mirë po, kur e shohim këtë rini, e shohim që ajo rini nuk prekupohet fare për largimin qoftë edhe një pengese nga rruga. Ne dim hadithin e pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam që tha, imani është 73 shkallë. Me e lartë tha është me dëshmu se është një Zot. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Por me ult tha është largimi një pengese nga rruga. Dhe çfarë ndodh? Ndodhe kundërta, marrin shishet e birrave dhe i përplasin për asfalt, edhe i bajnë krejt xhama asfalti dhe me shkil fëmijët e vegjël me prej komen. Ose ndodhe dhe kundërta, i lanë makinat vend e pa vend, i parkojnë. Nxon rrugën, bëjnë pengesat mëdha nëpër rrugë. Le që bëjnë pengesat mëdha, po ndëgjohen muzikat deri në kupë të qiellës, njerëzit duke fije gjumë, ata nuk kanë kur far hesapi as llogarie. A thu vallë ky populli ynë, besimtar musliman, deri kur kështu? A thu vallë kur ne do të përmirësohemi, të drejtohemi katedrave universitare, të shohim fëmijët tanë nëpër biblioteka duke lexuar 2 libra në javë, ose 3 libra në javë, ose 5 libra, ose 6 libra. A nuk do të marrim pak shembull Oxfordin, Harvardin?
që ata kanë rregulluarit e tyre spaku 600 faqe një javë të lexojnë, pastaj presin progres dhe integrim dhe zhvillim. A thu vallë, do zhvillohemi kur një herë një javë s'lexojmë fakte një libër. Kur asnjëherë nuk mbledhemi si shoqëri dhe si rini me u preokupue me bani muhabet mirë për me bani zbulim shkencor ose me bani diçka të bukur që i shërben pra atë dheut tonë dhe vendit tonë. Thonë që populli çka të bësh para dite, gjanë mas dite. Kjo është shumë interesant. Nëse ti e bën një të mirë për Zotin, është ligji newtonian. Është ligji kuranor po ashtu, mbi të gjitha. Forca veprim kundër veprim. Nëse ti sillesh arrogant, edhe njerëz pranë teje do të sillen arrogant me ty. Nëse ti sillesh i butë, soft, i dashur me njerëzit, atëherë pritet se shumë njerëz do të duan ty, edhe ato zemra do të lidhen mes vete dhe do të bëhen një skuadër e kompletuar që quhet xhamat. Që pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, el xhamatu rahma wal furqatu adhab. Ka thënë, bashkësia, komuniteti, dashuria mes njerëzve është mëshirë, është bereqet, është rahmet. Ndasit janë idhnim për Zotit, ndarjet, përçarjet. Dhe ne, kur kemi spjegu qyteti ideal në librin tim, Islami dhe ideologjia, një ndër librat e mi që kam botuar para shumë vitesh, që ka qenë i promovuar edhe këtu edhe në disa vende, kom tregu mbi çështjen e familjes në Islam, po edhe familjes dhe institucionit familjes, sa i rëndësishëm është institucioni familjes. Nëse shturet familja, shturet shteti, shturet fshati, shturet qyteti, shturet njerëzit. Nëse familja edukohet si duhet, aty do të zhvillohet ajo shoqëri, do të zhvillohen ata njerëz, edhe do të përparojë ai vend. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull nuk e ndryshon vetë gjendjen e vet. A duam ta ndryshojmë gjendjen tonë, ja e Yuhannas. O ju njerëz, atëherë drejtoju një fjalës më të madhe që është fjala e parë që ka zbrit në Kur'anin famlar, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Vetë mia, dhe lexoj çdo ditë. Dhe sa herë që lexoj Kur'anin mësoj diçka të re. Nuk ka libër në botë jashtë Kur'anit që mëson diçka të re. Për shembull, nëse merr një roman ose një libër do si do, poezi ose ku di u çka, nëse lexon ajo është njëjtë, nuk ka kurfar shije ose kurfar vlerë. Por nëse e merr Kur'anin, për çdo germ mëson diçka të re. Dhe motivohesh dhe frymëzohesh pe Kur'anit. Sepse është nimet i Allahut, është fjala e Allahut, është kelamullah, është mucize, është mrekulli. Kena të bëjmë me një gjë që bota sot, edhe shkencëtarët më të mëdhej si Maurice Bucaille, edhe shumë shkencëtarë të mëdhej kur e kanë lexuar këtë fjalë, e kanë pranuar dhe Islamin, e kanë pranuar Kur'anin. Krishterët më të mëdhej kur e kanë lexuar këtë fjalë, e kanë studiu, janë kthyer në besimin islam. Ateistët më të mëdhej kur janë ballafaquar me këtë fjalë, e kanë pranuar Islamin. Në kohën e Nuhit alayhis salam, ndoshta ju kujtohet, njerëzit nuk dojshin me ndëgju Nuhin alayhis salam. A dini pse nuk dojshin me ndëgju Nuhin? Sepse kishin frikë se po dëvërton fjala e Allahut në veshët e tyre dhe me hinë zemra dhe me pranu ata të vërtetën. Imagjinoni pra s'kan pranu as me ndëgju ata. Sepse po ta dëgjonin, ata do të udhëzoheshin. Po ashtu e keni rastin të Musai me Harunin. Që Allah i thot, shkoni flisni faraonit me fjalë të buta. Sepse fjala e butë, fjala e mirë, fjala e drejtë depërton kudo. Është ajo fjalë që depërtojnë zemrën dhe në shpirtin e Umer ibn al-Hattabit. Që nga një bish e egër, që ishte Umeri, pra ishte një njeri që ishte i gatshëm 10 veta me ju dalë në mejdan edhe me i rrejtë e tanë. Me një shpat, ai i ka kullufit, i ka mërthuj 2-3 veta. Ka qenë shumë i fuqishëm si njeri. Ka qenë shumë trim, ka qenë shumë
i vendosët. Ka shkue me mbyt Resulullah s.a.s. Dhe nga fjalët e drejta të Kuranit dhe nga fjalët që kanë depërtuar në shpirtin e tij e kanë bërë që më dridhë durt dhe më rash pata në tokë dhe mos më mujt. Pra, mungi frym, si thëmë na mungop frym, pej dashurisë ndaj kelime shahadetit. Dhe ka thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pra, kjo fjalë ka që madhe i boni shumë burrat ndaj me pranu këtë nimet, sepse nuk ka nimet më të madh, as pasuri më të madhe, as begati më të madhe se me njoftë Allahin. Sepse dhe Zoti ka thënë në Kur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Me të vërtetë thot në ndrimin e natës dhe të ditës, në ndrimin e stinëve, në ndrimin e kohës, ka argumente për zotët e mendjes, për mentakët, për ata që i thrasin mendjes. Pastaj, nëse ne i thrasin mendjes, mendja jep pra sinjalin trurit. Akli, pra akli është mendja. Akli kur është i koordinuar si duhet, e bën çat bejanin, që është dallimi, diferencimin e gjanave, atër e bën lidhjen me shpirtin, me ruh, quhet në Kur'an ruh, shpirti, wa nafakhtu fihi min ruh. Na i frym thot për shpirtit, na e krijuam këtë shpirt, këtë ruh, këtë krijimtari të Allahut. Dhe ku janë të koordinuar, pra gjuha, pastaj edhe gjuha, mendja, shpirti i njeriu, gjitha këto ku koordinohen mes njëra tjetrës, atëherë kemi një insan të kompletuar. Kemi pra një njeri të kompletuar. Au dhakarin wal untha, qoftë femër apo mashkull. Falanuhinahu hayatan tayyiba, qoftë sa i bën vepra të mira, thotë kena me ia bëni jetë të lumtur. Pra nëse bëjmë vepra të mira, kemi lumturinë këtë botë, po na pret lumturia edhe në botën tjetër. Kjo është mirësia e Zotit. Kjo është mirësia e Zotit. Ju falenderit edhe një herë. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Falja një cilësi fisnike. Falja është cilësi e besimtarit e cila rrjedh nga durimi. Kjo cilësi posaçërisht urdhërohet në Kur'an. Me falje te kalohen edhe mosmarrveshjet dhe konfliktet më të mëdha ndërmjet njerëzve. Falja i sjell dobi edhe atij që fal. Allahu xhaleshanuhu thot: nëse publikoni ndonjë të mirë ose e fshihni atë, ose i falni ndonjë të keqe dikujt, Allahu i plot fuqishëm fal shumë. Surja Nisa, ajeti 149. Të falni është më afër devotshmërisë, e mos e harroni bamirësi ndërmjet jush. Vërtet Allahu sheh atë që veproni. Surja Bekare, ajeti 237. Muhamedi alayhis salam thot: falja është cilësi e Allahut dhe ai e do faljen. Falni të tjerët se do t'ju falet edhe juve. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. U lut pejgamberi alayhis salam: o Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Është e ditur se çfarë dëmësh u kanë bërë idhujtarët pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve në Mekë. Madje kur këto vujtje e arritën kulmin, Muhamedi alayhis salam nuk i mallkoi, por u fali dhe ju lut Allahu xhaleshanuhu: o Zoti im, fale popullin tim, se ata me të vërtet nuk dinë se çfarë bëjnë. Duke çliruar Mekën, Muhamedi alayhis salam falte me zemërgjësi, madje edhe armiqt më të përbetuar të Islamit dhe të muslimanëve. Vallë, a nuk paraqet kjo kulmin e drejtësisë, të mëshirës e të humanizmit islam? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, me të vërtet Allahu fal shumë. Dhe kështu Allahu na mëson që ne të jemi falës. Në mesin e muslimanëve tan akoma jeton një traditë e mirë islame që me rastin e ditëve festive, posaçërisht të bajrameve, muslimanët ta vizitojnë njëri tjetrin, të pajtohen mes veti dhe t'ia falin njëri tjetrit ofendimet e bëra. Kjo traditë e mirë islame rrjedh qysh prej kohës së ashabëve të pejgamberit alayhis salam dhe muslimanët janë të obliguar që ta ruajnë atë dhe ta kultivojnë me kujdes faljen. Falja është gjest fisnikësh, andaj të falësh është trimëri dhe nuk është dobësi. Drejtësia, as që mund të konsiderohet për besimtar një njeri në zemrën e të cilit s'ka ndjenjë dhe vetdije për drejtësi. Allahu xhaleshanuhu, kur të flitni, duhet të jeni të drejtë dhe nëse është çështja për të afërmit tuaj. Surja Al-An'am, ajeti 152. Pastaj thot: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl." Dhe kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Surja Nisa, ajeti 58. "Wa umirtu li 'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum." Jam urdhëruar
urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush. Allahu Zoti ynë dhe Zoti juaj. Surja Shura 15. Pastaj në çdo të xumon në namazin e xumas, hatibi ligjërues na përkujton urdhëresën e Allahut që të jemi të drejtë. U thuhet: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu urdhëron drejtësi, pamirësi, ndihmë të afërmëve, e ndalon nga amoralitetin, nga e nevritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni me sin. Surja Nahl ajeti 90 me radhë. Omer radiallahu anhu thoshte: drejtësia është themeli i një shteti. Kur në të kaluarën e artë të Islamit punohej me drejtësi, njerëzimi përparoi shumë, si në aspektin ekonomik, si në aspektin arsimor, shkencor dhe inovativ. Drejtësia është një faktor kyç që të përparojë një shoqëri. Nëse një shoqëri don të përparojë dhe të ecë përpara, duhet të punojë me drejtësi në mënyrë që të ketë balanca dhe barazvlera, të cilat mundsojnë që qytetarët ose fshatarët e atij kombi ose atij vendi të kenë mirëqenie. Dhe kur bëhet barazia si në ekonomi, në arsim, në zhvillim e kështu me radhë, atëherë kemi rritje të vetdijes, kemi rritje të mirëqenies dhe drejtësia e çon përpara këtë. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekuli, mbështetja në Allahun xhalleshanuhu. Muslimani ka mbështetje të plotë në Allahun xhalleshanuhu, kur nga ana e vet ka bërë gjithçka që mund të bëjë. Tevekuli nuk është fatalizëm, siç dëshirojnë disa të janë veshin Islamit dhe muslimanëve. Ky është realiteti i vërtetë, pas të cilit qëndron besimi i vërtetë, përvatja, përpjekja e tjera. Edukues është shembulli i një arabi i cili erdhi ta pyeste diçka pejgamberin alayhis salam sipas luhurit që kishte në tesha. Pejgamberi alayhis salam konstatoi se ai ishte i huaj dhe e pyeti se ku kishte deven. Kur ky i tha se deven e kishte lënë në mbështetjen e Allahut xhalleshanuhu, Muhamedi alayhis salam i tha: "Qayyid wa tawakkal." Lidhe, pastaj mbështetju pra Allahut xhalleshanuhu. Në Kur'an ka shumë ajete që flasin për tevekulin, kështu për shembull thuhet: "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir." Pra, kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton pra atij. Pastaj në surën Maide ajeti 23, dhe vetëm Allahut mbështetjuni nëse jeni besimtar të sinqert. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që i mbështeten pra atij. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Surja Al Imran ajeti 159. Pra, kush i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjafton atij, mirë po tevekuli duhet jetë me bindje të plotë dhe me veprim të plotë. Pra, ti do t'i mbështit, do të bësh punën që i thirrur, por padyshim do ta kesh mbështetjen 100% tek Allahu, që puna jote pra do të arrijë sukses. Pra në qoftë se ju e bëni një punë, pra e realizoni një projekt të saktuar dhe i keni pjekur të gjitha kushtet pra që ai projekt të realizohet, atëherë ju e keni edhe mbështetjen e Allahut, atëherë me lejen e Zotit ai projekt do arrihet të realizohet me sukses. Pra tevekuli, mbështetja fuqishme tek Allahu dhe përpjekja, pra mundimi, orvatja për të arritur atë sukses do realizohet pra me lejen e Zotit të Madhërisht.